Sigurisht që tek rruga e butiqeve nuk është hera e parë që po ndodhin dëmtime të tilla. Për të fundit herë ishte që u bë dëmtimi I shtyllës elektrike. Më herët kishim disa dëmtime të tjera. Do të ishte për keqardhje në qoftë se këto dëmtime janë të qëllimshme, sepse ajo është pronë publike që duhet të shfrytëzohet nga të gjithë qytetarët dhe nuk I përket vetëm komunës së Tetovës. Sigurisht për rastin e fundit kemi lajmëruar deri tek organet kompetente, I kemi njoftuar dhe shpresojmë që do të merret masat e nevojshme dhe apelojmë deri tek qytetarët që në qoftë se shohin dëmtime të tilla të raportojnë, të na informojnë me qëllim që të marrim masat e nevojshme dhe në një farë mënyre të shmangim këto dëmtime të pronave publike. Në projektin e rrugës së butiqeve janë të përfshira edhe hidraulikët, disa hidraulikë të cilët do të vendohen tani së shpejti, dhe sigurisht në atë pjesë do të mund të parkojnë dhe të lëvizin vetëm banorët e rezident që janë në atë pjesë, sigurisht në një kohë të caktuar që do të bëhet sipas marrëveshjes me komunën dhe me banorët e asaj pjese.